Dhe në këtë ditë të trishtuar, jam këtu me ty, Nana Hyr, jo në këmbë të Edit, po në radhë të parë sepse e di mirë se çfarë do të thotë të jesh prind i një politikani e posaçërisht nëna e një politikani. E kam përjetuar pranë nënës së Edit. Dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me të gjithë familjen tuaj, të cilës sot i mungojnë 2 burra. E di dhe më mirë se çfarë do të thotë të jesh bashkëshortja e një politikane. Aq më tepër e një udhëheqësi, aty ku fryn dhe nuk pushojnë erërat e forta. E përjetoj çdo ditë. Po çka nuk di dot fare në këtë ditë kaq të trishtuar, është se çdo të thotë të kesh fëmijën me pushk në dorë, duke luftuar në përmale, apo rrok të atë dhe dashurisë së veti ku lart në një vend, pa qiell e për askush nuk e di se sa kohë. Duhet të jetë një ankth i pambarimit. Ndaj nuk më mbajti dot vendi atje në Tiranë, po desha të jem këtu sot, pra nënës dhe gruas së Hashimit. Nënës dhe bashkëshortes së komandantit, siç i thrasin gjithnjë dhe në shtëpi, i cili në këtë ditë ndarje e të dimshme duhet të vijojë të jetë larg në luftë. Nuk besoj se një mungesë më të jetë dot kaq herë më e madhe se sa prania në një ditë si kjo. E prandaj ajo bezaton shumë për te këtyre murave, si një këmban kujtese për vijjen e vjetra mira prindërve dhe grave të kësaj toke, por edhe sakrificën e krejt popullit të Kosovës për ta paguar çmimin e lartë të lirisë. Të qoftë filet dheu Baca Haxhi. Në zotri, faleminderit e komemorative, këtij ceremoniali, në të ndërguar telegramin e ushqimi të gjitha institucionet e Republikës Kosovës, të Shqipërisë, të Maqedonisë së Veriut, gjitha trojeve shqiptare, nërgata shqiptare, kudo në përbot, kongres senator, patjetër të gjitha ta që duan shtetin e Kosovës. Gjergani më i bukur mbi supet e gjyshit, padyshim është një piti. Uftoj e ndritin për para jush.